Kurse ta në të kundërt, ai shumë e ka ngushtuar akiden sa për këta selefistë është vetëm ai i cili hecën me akiden e shehut të tij, Rabiet me Khalis ose shokëve të tij. Vetëm ky selefist. Edhe nuk ka lënë dynja i pa bë bidatçi. Ai sa, domethënë kur mbaron me dynjan, fillon të marr me njëri tjetrin. Ata që janë Saudi të qytet bidatçi, ata që janë në Jordani, ata që janë në Jordani të qytet bidatçi, ata që janë në Saudi, kështu me radhë. Edhe vetë që Albani, ku ka qenë gjallë, edhe kaseta ekziston, e kam dëgjuar vetë. E ka quajtur këtë hexhin, këtë distancim mos me fol muslimanë që bënin ata në Hijaz, në Mekën e Medinë, e ka quajtur fitnë. E thotë mua nuk më duket arsyeshme ky lloj hexhi që bëjnë ta sot. Edhe ja ku ke rezultatin e keq sot nga fitneja e hexhit që bën në Hijaz. Ka thënë Albani, e ka quajtur këtë lloj hexhi që bëjnë ta sot fitnë. Këta që pretendojnë që do na ka lavdëruar shemi Shalbanin, Shalbani ka thënë për ne kështu, Shalbani i quajn hexhin e tër fitnë. Por këta ç'a bëjnë? Marrin nga dietarët ato fjalë të cilët u pëlqejnë aty, kurse ato që nuk pëlqejnë nuk i marrin.